Zoti pasi tregoi se është i fuqishëm të dërgojë mbi njerëzin dëshkimin nga çdo anë për të frikësuar edhe qafirët që përgënjeshtrojnë Kur'anin, urdhëron e thot: "Wa kadhaba bihi qaumuka wa huwa al-haqq, qul lastu alaykum biwakil, likulli naba'in mustaqarr wa sawfa ta'lamun." E përgënjeshtroi atë kombi yt, por ai Kur'ani është i vërtet. Thuaj ju atyre, unë s'jam dorëzani i veçil juaj që t'ju bëj të hiqni dorë nga përgënjeshtrimi ose t'ju detyroj me luftë që ta vërtetoni atë. Për çdo lajm të Kuranit ka një kohë të caktuar dhe ju së shpejti do ta merrni vesh atë. Shpjegime. Kuptimi i lartë përmendur i jepet këtij ajeti kur përemri bihi i drejtohet Kuranit, por kur përemri ka të bëjë me ndëshkimin ose me zbritjen e ajeteve lloje-lloje, atëherë kuptimi i ajetit është si vijon. Kombi yt e përgënjeshtroi ndëshkimin kur ai është i vërtet, ose kombi yt e përgënjeshtroi zbritjen e ajeteve lloje-lloje, por ti thuaj atyre, unë s'jam dorëzani juaj, unë kam detyrë vetëm t'ju lajmëroj dhe ju vetë ta mbroni veten tuaj, duke i pranuar fjalët e mia, ndryshe për çdo lajm të përmendur në Kuran ka një kohë të caktuar në të cilën do e mos do të përmbushet ai lajm dhe ju së shpejti do ta kuptoni këtë, por nuk do t'ju bëj dobi. Zoti tregoi se çdo lajm i Kuranit ka një kohë të caktuar në të cilën do të përmbushet për të treguar edhe se kërkohet të largohemi prej atyre njerëzve që e kundërshtojnë dhe e përbuzin Kuranin, urdhëron e thot: "O idha ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayri wa imma yunsiyannaka ash-shaytanu fala taqud ba'da adh-dhikra ma'al qawmi adh-dhalimin." Kur ti shohësh ata të bisedojnë me tallje dhe me sharje për ajetet tona, largohu prej tyre derisa të zënë një bisedë tjetër veç Kuranit, nëse djalli që ti të harosh, posa të kujtohesh, sepse je ndaluar të rish me ata në çast ngrihu dhe mos ri së bashku me kombin keqbërës. Shpjegime. Ky ajet tregon se çdo mysliman kur të shoh njerëz që bisedojnë me qësëndije me përbuzje për ajetet e Kuranit, ka detyrë të ngrihet prej andej e të largohet prej tyre derisa ata të zënë një bisedë tjetër. Nëse djalli bën që myslimani ta harojë këtë detyrë, do me thënë nëse ai ri aty kur ata bisedojnë në atë mënyrë, posa t'i kujtohet e ka të ndaluar të ri me ata dhe në çast duhet të ngrihet e të iket mos ri bashkë me njerëzit keqbërës. Zoti tregoi se nuk lejohet të ndenjura me ata që janë duke u tallur me Kuranin, për të treguar edhe se në rasti që qëllon të ri me ta, duhet t'i këshillojë ata se mbase heqin dorë nga qësëndit. Zoti urdhëron e thot: "Wa ma 'ala alladhina yattaquna min hisabihim min shay, walakin dhikra la'allahum yattaqun." Ata që ruhen nga gjërat e ndaluara nuk mbajnë ndonjë përgjegjësi për hesapin, gjunahet e qafirëve, por atyre u kërkohet t'i këshillojnë ata, mbasi që edhe ata të ruhen e të heqin dorë nga talljet e nga sharjet. Shpjegime. Me këtë ajet Zoti ka lejuar të rihet edhe aty ku janë duke u tallur me Kuranin, por me kusht që ata të këshillohen se kështu mbase heqin dorë nga talljet e nga sharjet, ndryshe siç u treguar në ajetin e mëparshëm, duhet ikur prej tyre. Ibn Abasi thotë se shkaku i zbritjes së këtij ajeti është ky. Disa sahabi thanë pejgamberit: "O i dërguari i Zotit, qysh do ta bëjmë tavaf bejtin Qaben kur aty gjithnjërin idhujtarët mushrikët e tallen me fen islame?" Atëherë ka zbritur ky ajet për t'i lejuar ata që të rinë bashkë me idhujtarët, por me kusht që t'i këshillojnë ata. Pra nuk lejohet të lihen detyrat fetare, pse aty ndodhet një njeri që tallet dhe i përbuz ato detyra, sepse secili është përgjegjës për punët e veta dhe ai që i kryen detyrat fetare nuk mban përgjegjësi për sharjet që bën ndonjëri prej mushrikëve, por kurdoherë duhet të këshillohen duke shpresuar që edhe ai të heqë dorë nga punët e liga. وَذَرَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ. Lëri mos bisedo me ata njerëz që e kanë marrë fenë e tyre si lojë fëmijësh dhe si punë të kotë dhe që i ka gabuar jeta e dynjas. Këshilloj ata me Kuran që të mos rrezikohet ndonjëri me fajet e veta që ka bërë, sepse për atë që rrezikon veten përveç Zotit s'ka asnjë ndihmues, asnjë fjalë mirë, shefaat xhi. Edhe sikur të jap çdo gjë që ka në dorë, të jap për të shpëtuar, atij nuk i pranohet asgjë. Ja këta janë ata që e kanë hedhur veten në rrezik me punët që kanë bërë, për ata ka ujë të valuar për të pirë dhe një ndëshkim shumë të dhëmshëm për shkak të kufrit që bëjnë. Shpjegime. Fahri Raziu thotë se me këtë ajet Zoti ka urdhëruar pejgamberin që të mos përzihet në fjalë e të mos bisedojë me ato lloj njerëzish që kanë dy veset e mëposhtme. 1. E marrin fen si lloj fëmijësh. 2. Pëlqejnë më tepër jetën e dynjas duke lënë krejtësisht pas dore ahiretin. Prandaj është vajxhib të lihet sa të jetë e mundur biseda me ata njerëz që kanë këto dy vese. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته شياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا
Qul inna hudallahi huwal huda wa umirna linuslima li rabbil alamin. Thua ju atyre, ata adhurojmë veç Zotit edhe ato sende që s'na bëjnë as dobi as dëm, apo të kthehemi mbrapsht pasi Zoti na udhëzoi në rrugën e drejtë? A thoni që të bëhemi si ai që e gabojnë djajt dhe e çojnë në shkret të tjerë ku mbetet si i habitur? Ai ka disa shok që e thrasin në rrugën e drejtë e i thon e atë ne. Thua ju atyre, i vetmi udhëzim është udhëzimi i Zotit. Ne jemi urdhëruar të bindemi Krijuesit të gjitha botëve.